Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë një vizite zyrtare në Irlandë ka vlerësuar progresin e bërë në negociatat e anëtarësimit nga Shqipëria dhe Mali-Zi. Ajo theksoi se dy vendet po përparojnë në procesin e zgjerimit. Shqipëria dhe Mali-Zi po vijojnë të përparojnë në procesin e zgjerimit e mirëpres shumë mbështetjen tuaj të fortë për këtë proces, siç e përshkrua të bazuar në merit. Kjo mbështetje përfshin dhe qëllimin për të përfunduar deri në fund të vitit negociatat e pranimit me Malin e Zi. Ursula von der Leyen gjithashtu shpreh se vetë historia na kujton se zgjerimi ishin nga investimet më të zgjuara të Europës. Nga ana tjetër, dhe kryeministri i Irlandës përsëriti mbështetjen për vendet kandidate në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Aktualisht Shqipëria ndodhet në fazën përmbyllëse të negociatave të anëtarësimit pasi ka përmbushur kriteret e ndërmjetme për grup kapitullin themelorët. Shqipëria aplikoi për anëtarësim në Bashkimin Evropian në vitin 2009, mori statusin e vendit kandidat në vitin 2014 dhe hapi zyrtarisht negociatat në vitin 2022. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama synon që vendi të anëtarësohet në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030.